her pas herë. Sot i ke 3 ligjet cilat po presin atje në parlament me kalu. Dhe unë nuk besoj që ti pajtohesh me ato 3 ligjet që kanë të bëjnë me të drejtat civile, që kanë të bëjnë me drejtën për të martuar burrat me burra, gratë me gra, e drejta për të pasur fëmijë pa pasur partner, dhe tjetra ligji i tretë që flet për drejtën e ndrimit të identitetit. Një ditë sot mundem me u shkru unë Arben, mas nesër me u ba Arbenita, mandej dikur prap me Rapi Shman mu këthy mu ba Arben. Mendoj që shteti jonë është një shtet i ri, dhe mendoj që jemi, kam thënë me një vend, po e thëmë edhe këtu, kultura jonë ka me të poshtë, kultura, dhe emancipimi ka shku lartë. Dhe këto gjana që po i përmenti, janë shumë ngutshme, dhe nuk duhet me qenë vendin tonë. Emancipimi ka shkuar lartë, e ke fjallin për emancipimin botror, apo? Janë Kosovë. Kosovë, okej. Civilizimi shku shumë lartë. Tek ne jemi të shku me civilizim, sikur me Evropën. Me kulturë kemi ngesur, me kulturë kemi ngesur shumë poshtë. Pastaj kjo e bën një farë ndërthurje të keqe mes neve si shqiptar, nuk kemi të pregadit për të tema. Ne si shqiptar nuk kemi të pregadit. Kemi shumë gjana breve bashkë, shumë gjana më të meqme. Nëse pa tjetër është nga Bashkimi Evropian dhe nga të tjerët, veç mi bashkë të ligje, unë mendoj që ka ligje tjera më të mira që do të më ba. As nuk kem ligjen për shëndetësin, as nuk kemi shëndetësin, do të më që parat kënë Turqi ose Serbia. Kem për gjana shumë më të mëdhaja, nuk e di që jemi rrugë qëtu. Po nëse dhe qaja po dojka neve me na bashkë shumë evropian, po edhe nëse e bojmë, çka po bojmë? Unë mendoj që është shkatërim i shtetit shqiptar, mendoj që është shkatërim i shoqërisë shqiptare, mendoj që është shkatërim i vendit tonë, tani i familjes, edhe i individit. Edhe i individit, jo veç i familjes. Pse po e zvogëlon të veç i familjes? Është i shoqërisë. Ne si shqiptar kemi tradita. Kemi filluar ato mi harru, kemi filluar mos më marrë me tradita, të i shef edhe televizionet edhe portalet, të ralla ose heq nuk ka që fol dikush për traditat shqiptare. As për odat, as për veshjen kombëtare, as për të pamet, as për dashmat që kanë qenë më herët. Nuk i asnjë film artistik për fëmijët, asnjë serial të fëmijëve, se çysh kanë qenë të parë tonë, sa kanë hjek, sa kanë vujt. Me çka kemi ardhur deri këtu? Me burgime, me luftime, me zhdukjet njerëzve. Kanë ardhur njerëz, kanë qenë luftë kur ka qenë Serbia, ka ardhur narkival, s'ka guxuar me hap hiç. Kto janë gjana të cilat do të më ditë rinia, do të më ditë ata të cilët janë 98, 97, 95 e kënej. Këto gjana nuk i din. Këto mendojnë që këto janë krejtën hajgare që ne i thojmë. Unë edhe ti kemi arrit, i kemi lexuar, i kemi përjetu, i jemi friksu, i jemi gëzu pastaj në liri. Mirë po, jemi të marrë me disa gjana të cilat nuk janë tonat. Nuk na bjeta, të nëse merr kapuçin e bardh, janë gjetë në Gjermani duket sikur me kanë në far vidimi ose kungull. Me po me janë gjithë një shqiptarit, edhe i latë me kanë, edhe me kanë me teshat vjetra, pa disa bukur i rrinë. Sepse ndarësmen tanë edhe me këcy keq është e jotë, janë ndarësmen të huj edhe me këcy mirë, kërkosh nuk rejshë plak. Ti majmë tonat.